Andrew solli 40 prostituta në 4 ditë në një hotel në Tajland, zbulime të reja tronditse nga një historian britanik. Pallati Buckingham ka konfirmuar se mbreti Charles III ka nisur zyrtarisht procesin e heqjes së të gjitha titujve dhe nderimeve mbretërore të princit Andrew pas zbulimeve të reja që lidhen me djalin e dytë të mbretëreshës Elizabeth II me shkelsin e dënuar seksual Jeff Epstein. Sipas deklaratës së princit do të njihet tashmë me emrin Andrew Mountbatten Windsor, duke humbur çdo status zyrtar brenda familjes mbretërore. Vendimi vjen pas një seri akuzash të rënda mbi sjelljet e tij dhe përdorimin e pozitës për përfitime personale. Zbulime tronditse nga një biografi mbretëror. Zbulime tronditse nga biografi mbretëror. Historiani britanik Andrew Lowney, autori i librit Ngritja dhe rënja e shtëpisë së Yorkut, ka bërë publik disa nga detajet më komprometues të jetës së Andrewt. Në podcastin e Daily Mail ai tregoi se gjatë një udhëtimi zyrtar në Tajland vitin 2001 i financuar nga taksapaguesit britanik, Andrew solli rreth 40 prostituta në hotelin luksoz ku qëndronte për vetëm 4 ditë. A i tha se burimet e tij përfshin një korespondent të Reutersit dhe antar të familjes mbretërore tajlandeze, të cilët konfirmuan incidentin. A i shtoi se ish princi përdorte rolin e tij si i dërguari tregtar i kurorës për të ndjekur gra dhe për të përfituar financiarisht nga kontaktet e tij. Paralajmërimi i hershëm i mbretit Charles. Sipas historianit, vitin 2001 vetë Charles i kishte paralajmëruar që vllai i tij nuk duhet të merrte rolin e dërguarit tregtar, duke thënë se Andrew do të ndjek gratë dhe do të luajë golf. Megjithatë, paralajmërimet e tij nuk u morën seriozisht në atë kohë. Lowney shtoi se gjatë kësaj periudhe Andrew përdorte udhëtimet zyrtare për të promovuar interesat e tij biznesor, duke përmendur lidhjet me sipërmarrësin David Rowlands, për të cilin kishte ndihmuar në sigurimin e një licence bankare në lindjen e mesme, një konspiracion heshtje rreth princit të rrëzuar. Historiani kërkoi që arkivat kombëtare të publikojnë dokumentat e periudhës 2001-2011, kur Andrew shërbeu si dërguar tregtar, pasi ato mbeten ende të mbyllura. Sot ekziston një komplot heshtje rreth tij. Ai duhet të dalë në dritë. Askush nuk është mbi ligjin, deklaroi ai, duke i bërë thirrje mbretit për më shumë transparencë. Andrew dëmton institucionin mbretëror. Lowney, i cili njihet si mbështetës i monarkisë, theksoi se Andrew ka minuar reputacionin e gjithë familjes mbretërore, nëse ai do të ishte hetuar siç duhet gjatë kohës si i dërguar tregtar. Shumë prej këtyre skandaleve mund të ishin shmangur. Familja duhet të tregojë se askush nuk është mbi ligjin, edhe nëse kjo do të thotë që Andrew do përballet me drejtësinë. Historiani përfundoi se monarkia duhet të mbijetojë përmes transparencës dhe integritetit, jo vetëm përmes njohjes së atyre që kanë abuzuar me pushtetin.